Të dhënat e natës fundit kanë qenë tragjike, sidomos në Ukrainë, sepse ka pas edhe të vrarë civil, por edhe në Briansk, në pjesën e Rusisë, ka pas të vrarë civil, sepse sasia e madhe e dronëve mund të krijojë tragjedi ajrore, siç ishte tragjedia ajrore që rrëzoi avionin e Azerbaijan Airlines, ku cilën e kemi diskutuar edhe këtu po. Diqen disa civil dhe shpëtoi pjesa tjetër. Kështu që sasia e madhe e dronëve e shkëmbyer këtë ditë, është marrë si një sulm kundër helikopterit, por unë dyshoj se ata e kanë ditur që ata aty po fluturon helikopteri i presidentit Putin. Unë mendoj që ata i kanë marrë për helikopter usharak dhe i kanë sulmuar, por nuk ka ndodhur, se nëse do ndodhte atëherë do kishim për herë të parë përdorimin e armëve bërthamore, kështu që të raketeve strategjike, kështu që sulmi nuk ka ndodhur. Ka pasur një tentativë, pra ka pas një shkëmbim zjarri mes avionëve dhe helikopterëve mbrojtës të eskortës helikopterit të Putinit, me dronët cilët kanë qenë në atë rajon, duke llogaritur që rajoni Kurskut është në kufi me Ukrainën dhe është në front. Duke njohur kapacitetet ushtarake të Ukrainës me ata të cilët posedon edhe dronët, edhe gjithashtu të asaj ruse, ndoshta tani pak më vonë do na sqarosh, sepse nga regjia do na japin disa të dhëna të cilat ti do t'i shpjegosh. Sa është reale të mund të ketë ndodhur një goditje e helikopterit? Goditja nuk ka ndodhur, se po të kishte ndodhur goditja do binte helikopteri. Që ka pasur një tentativë sulmi ndaj helikopterit të presidentit Putin duke fluturuar për në Kursk, edhe helikopterëve të eskortës së tij, kjo është publike. Por unë dyshoj se ai ka qenë sulm kundër me vedije që atje ndodhet Putini. Unë mendoj që ata janë goditur se është menduar që është një grup helikopterësh ushtarak që po shkon të bombardojnë në zonën e Sumit apo të Kharkivit, me që është atje në veri, domethënë. Këtë mendoj. Tash nuk ka ndodhur, për fat mirë nuk ka ndodhur, se do kishim pasur një eskalim ndoshta me armë strategjike dhe do kishte pasur humbje të jetëve civilëve. Domethënë, po kjo tregon që situata vazhdon të jetë shumë e alarmuar dhe me nivel të lartë tensioni. Duke qenë që ata po përdorin, domethënë ndërkohë që këto ishin 2 ditët që duhet festohej shkëmbimi i 1000 të burgosur nga njëra anë. Po vazhdon si duket akoma. Po kjo është dita e dytë. Në fakt po flasim për intensifikimin e konfliktit me nivele më të larta. Kështu që unë mendoj që është më mirë që ne t'i përshkruajmë njerëzve se cila është tipologjia e forcës ajrore të Rusisë, për të kuptuar se me çfarë duhet përballet Evropa dhe Ukraina në rast të një zgjerimi të luftës.